Me 65 vota për dhe 15 kundër, Azir Aliu është zgjedhur ministri i ri i Shëndetësisë. Për pasardhësin e Arben Taravarit në Kolltuk, kryeministri Mickoski tregoi pse ka propozuar që një informaticien të jetë ministri i Shëndetësisë. Pritshmëritë e kryeministrit janë se Aliu do të digitalizojë sistemin shëndetësor. Megjithatë, debati për zgjedhjen kadrovike në shëndetësi u shndrua në akuza të ndërsjella të partnerëve të deridjeshëm të koalicionit. Deputeti Alil Snopçe tha se ata nuk mundet të kërcënohen dhe andaj janë kthyer në opozitë. Arben Taravari vetë da dorëheqje nga pozita e ministrit për shëndetësi dhe nuk do të flas për Arbenin. Këtë do të vlerësojnë vetë qytetarët. Aleanca për shqiptarët konstatoi se pas gati një viti qeverisje nuk arritëm të plotësojmë asnjë nga zotimet për të cilët me të cilët dolëm përpara qytetarëve dhe vendosëm të shkojmë në opozitë, të kthehemi vetë qytetarëve. A thua politika është futboll e sport dhe në një moment caktuar je vlen dhe kundërshton BDI-n dhe menjëherë ndron dresin si në sport në ekipën tjetër dhe qesh e zgërdhihesh me BDI-n dhe merr duar trokitje nga ta dhe e sulmon vlenin sikur a thua nuk e qenë kur aty. Për informacion, Arben Taravari u detyrua t'japë dorëheqje. Arben Taravari u detyrua t'ike nga qeveria. Nuk e braktisi qeverinë Arben Taravari. Kur Arben Taravari e mbronte Arben Fetajin dhe të qerit, ti me shokët tuaj të vetëvendosjes thonit se Arben Fetaj është artan grupi i Aleancës për Shqiptarët. Këto janë fjalët tuaja. Arben Fetaj është artan grupi i Aleancës për Shqiptarët. Ky thoshte. Atë ndrimi i dresave, zoti Qoku, ti ai që ke ndruar dresat, sat? I qëndrojmë konsistent dhe besnik asaj vije. Asa për atë që thoni ju që u kthiet në popull, unë e shoh se jeni kthi në BDI. Nga BDI përsëri kërkuan zgjedhje të parakohshme parlamentare për shkak të, siç thon, marrëdhënieve të përkesuara ndëretnike. I pari e thatë që të shkohet në zgjedhjet parakohshme, ku ne edhe si Bashkim Demokratik për Integrim, edhe si Front Evropian, përsëri u themi se është një mundësi ideale që me zgjedhjet lokale të shkohet në zgjedhje parlamentare dhe sovrani edhe njerë të rithekson, të rivendos legitimitetin dhe të dilet nga kjo krizë e brendshme dhe jashtme. Imate begalci, rizikuvate partijata mnogo skoro i tada vi bide na crната листа поради криминал. I ne mislim дека албанците во Македонија сакаат да имаат такви репрезенти. Përndryshe, Albrim Hoxha u emërua zëvendësministri i ri për bujqësi.